Në javën e frankofonisë, nxënësit e gjimnazit Asim Zaneli në qytetin e Gjirokastrës po përgatiten të vendosin në sken një shfaqje teatri në gjuhën franceze. Aktorët e rinj plot dëshirë dhe talent interpretojnë pjesën teatrale. Krahas prezantimit të përgatitjes së nxënësve, pjesa teatrale është një mundësi e mirë për gjallërimin e jetës kulturore si dhe rikthimin e të rinjve në skenën e teatrit në qytetin e Gurtë. Ne jemi duke përgatitur një shfaqje në gjuhën franceze në kuadër të javës së frankofonisë. Është një shfaqje teatrale që vihet në skenë për herë të parë me nxënësit e Gjimnazit Asim Zaneli, e cila do të prezantohet në një konkurs që zhvillohet nga Ambasada Franceze dhe në titullin e Perdja e Teatrit Francez. Këta nxënës janë nxënës e Gjimnazit Asim Zaneli që zhvillojnë gjuhën e huaj frënge si gjuhë të parë dhe gjuhë të dytë. Shumë kënaqësi për mua që kam marrë pjesë në një shfaqje të tillë, dhe shfaqja e dytë që marr pjesë, por një shfaqje që është totalisht në gjuhën frënge është hera e parë që e bëj. E kam bërë me shumë kënaqësi, po ashtu kemi bërë prova disa herë gjatë një periudhe të gjatë, le të themi relativisht, dhe ka qenë le të themi me të vërtetë një nder për mua që kam marrë pjesë, kam mësuar shumë, po ashtu është dhe një eksperiencë shumë e mirë për mua, pasi mund edhe ta shikoj në të ardhmen si një mundësi, dhe si e tillë e prevoj shumë këtë shfaqje dhe mendoj që mund të bëjmë edhe më të mirë në të ardhmen. Kemi emocione patjetër, sepse gjithashtu është një gjuhë sado e vështirë por aq e bukur. Shpresoj që publiku ta pëlqejë sa më shumë. Ne kemi punuar goxha fort dhe mësuese Bonën edhe me profesor Klementin për ta realizuar disi në një pak kohë që kishim. Kemi shumë kujtime të bukura nga kjo shfaqje që do ngelen gjithmonë në memorien tonë. Ky teatër siç po vazhdon, siç kanë ardhur prurjet e reja në këta të rinj që erdhën pas nesh, të vënë në shkollë të na vinë të tjerë. Është 100% që është e duhura. Me një historik mbi një shekullor, Gjimnazia Asim Zaneli në Gjirokastër është jo vetëm një vatër e dijes, por edhe qendër për organizimin e aktiviteteve të ndryshme rinore.